kemi jashtëqitje. Dhe është bukur kur çdo ditë ne shohim ngjyrën, kompaktetin, por dhe sasin. Nuk mund të kemi një jashtëqitje 3-4 herë në ditë, sa herë ham të kemi jashtëqitje, se ajo kthehet përsëri kthehemi të studiojmë zorën, të studiojmë niseshte në zorë, të studiojmë yndyrën në zorë, të studiojmë fibrat në zorën tonë. Bukur kur kemi jashtëqitje në të njëjtën orë në përditshmëri. Sa më shumë ti mbajmë plerat në shtëpinë tonë, atë koshin me plera, ato do vinë erë. Prandaj ne jemi të detyruar që çdo mëngjes kur dalim nga shtëpia, marrim dhe plerat me vete. Drejt. Të njëjtën gjë është jashtëqitja jonë. Kam raste që dëgjoj që ka femra dhe meshkuj që kanë jashtëqitje një herë në 10 ditë. Gjën e parë që i them, ore, a keni kosh plerash në shtëpi? Është pjatë vetëm në ushqime bazike, ku mungojnë proteinat dhe fibrat. Por proteinat jo të mishit, jo të produktit shtazor. Flasim proteinat të legumeve, proteinat që mund të marrim nga ushqimet alkaline. Dhe sensibilizoj të gjithë individët e pacientët që ndjek jashtëqitja e përditshme në të njëjtën orë. Ta do bëjmë me logjike 200 gram në ditë, absolutisht ne duhet të kemi jashtëqitje. Si e kuptojmë? Të mbushim zorën ashtu do ta shkarkojmë dhe zorën. Jemi zorë, jemi jashtëqitje. Jashtëqitja duhet e përditshme në të njëjtën orë. Shto selinon, shto finokun, shto çajrat, shto unë jam njeri që jam pak kundra lëngjeve, se preferoj që gjëra të hahet në tërësi, por ajo shega me tërmendë shumë e mirë, por është mirë të hahet pa fara. Të shtojmë atë boronicën, të shtojmë atë luleshtrydhen, të shtojmë atë kivin, të shtojmë vajin e ullirit, dhe vaji i ullirit kthehemi përsëri. Është lubrifikimi i gjithë trupit. Se dhe zora, njësoj si makina, ka nevojë të lubrifikohet. Dhe një zorë pa lubrifikuar, një zorë dehidratuar, absolutisht që ka probleme. Dhe këto probleme nesër kthehen në patologji, si në sëmundje kronike, ashtu dhe në sëmundje më të rënda.